Në respektim të ftesës së presidentes dhe në përmbushje të përgjegjësive të mia sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk kam vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Kun fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike parse me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kantedera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju kum përgjigj gjitha ftesat për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu u bë ftesa, krejt ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos të vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jon ka qenë e qartë, fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinjitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraprake politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndërruar emër, kanë dalë me dy emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tash më veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet plot politik nga partia fituese që vendit me dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për më tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne dim që janë dërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizuar mirë veprimet e veta, ka vepruar në përputhje me detyrimet dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht pa nevojshme. Janë të lodhshme edhe për shtetërorët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mirë po, asnjë parti politike nuk ka mujt me dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujt me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilën do prej subjekteve politike ka mujt me dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhjet, se është zgjedhjet më janë pashmangshme, Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, i ka organizimi, ka gjitha, dhe unë jam i bindur që do të kemi rezultat shumë më të mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultat zotëri Hamza që do të mundi pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet me brinj 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju e keni ndëgjuar deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu. Domethënë nuk është çështja e presidentit që mundesh me adresue sekondat e fundit. Domethënë është çështje serioze dhe duhet trajtohet seriozisht. A ka pyetje tjera? A kemi qenë kandidat për kryeministër? Është ende herët pa u caktuar data e zgjedhjeve, ne do të diskutojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shikojmë se
si do të ecëm tutje dhe në organet e partisë do të merret vendimi. Për koalicion para prag do të keni koalicion para zgjedhor? Ende nuk kemi filluar ato biseda. Faleminderit shumë.